një gruaj që ka më thuar që para 30 vjetësh, unë kuptova që në Perëndim si atëherë dhe sot, mbi 70% e popullsisë jetojnë në bashkëtesë, pa e kurorzuar në martesë, dhe pse janë bërgjyshër, dhe pse kanë nipër, dhe pse kanë mbesa, mbase ajo liria e mos pasjes këtyre dokumentave përgjithësive i lëdhe më të lumtur, ose është edhe ajo që tha dhe edhe Linda, dhe gjatë bashkëbisedimit që duke i finalizuar gjërat në kurorzim, është dhe shumë vështirë pastaj. Për shembull, në sistemin tjetër, njerëzit këtu, çiftet e kur ndaheshin, s'kishte pagesa, kurse tani është bërë biznes. Pra, bashkëtohet, ti po thua që bashkëtohet për të shmangur martesën. Gjendet në zgjidhje për të mos u martuar. Për shembull, më kujtohet kur kam shkuar në Finland para 25 vitesh më përpara, kam takuar prindër të shokëve, të shoqeve, që ata ishin në mosha shumë madhore, ishin bërë dhe gjyshër, dhe ishin shumë pak që më thonin që kemi unaza. Pra një shoqëri shumë e civilizuar, ku dhe barazia gjinore, njët... Jo, nuk është problemi. Kjo është edhe në Spanjë, kjo është edhe në Itali, kjo është në Gjermani, në Austri. Në vënde, në shoqëri shumë të zhvilluara, bashkëtesa është shumë prezente. Në shoqëri më tradicionale, si kjo që jemi ne, është ajo puna e sigurisë.